Vajza e Dwarflorit flet për rrugëtimin e Mirit në Big Brother VIP Albania. E ftuar këtë të premte në Goca dhe Gra ishte vajza e Dwarflorit, Kaltrina Kondi. Në një rrëfim prekës për baban e saj të ndjer, ajo nuk i mbajti dot lotët, duke thënë se ja ndjen mungesën çdo ditë. Nga tiparet ngjaj me babin. Nga tipi, ngjaj me të dy. Ajo që diskutonte babi ishte që unë të kisha një të ardhme të mirë. Të isha e shkolluar. Unë po ndjek atë që dua dhe besoj se ai është shumë krenar. Mungesa e tij ndihet çdo ditë. Ka periudha që i kaloj shumë keq, kur shoh të tjerët që janë në diplomim me mamin dhe babin, u shpreh ajo. Më pas Kaltrina u pyet dhe për lojën e Mirit brenda Big Brother VIP, duke thënë se ai është banori i vetëm që nuk ka ofenduar dhe sipas saj, do të jetë fituesi i këtij edicioni. Unë i kam thënë Mirit të futej. Jam gëzuar shumë. I kemi dërguar mesazhe në Big Love. Jam shumë krenare, shtoi Kaltrina.